Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Po japim lajmet. Lajmet e orës edhe 15 në qyshk të pejes anej Zahaqit pak pahin pej. Lajmet nga vendi, rajoni, Qamëria, Ballkani dhe terasa e shtëpisë. Lajmet Kuqezi. Për veshjen time u kujtes butiki më i madh në vend, butiku Stop. Ne si televizion tani kemi hapur dhe 2 kanalet e reja, kanalizimin e ujrave të zeza dhe kanalin e YouTube-s. Po ashtu televizionin ton mund ta gjeni edhe në Valët e Gjata, Elvana Gjata me kom të gata se të prejnë si shpota e të ban Michel Lakna FM Stereo. Po ashtu televizioni jonë ban edhe me një baskin veç me ditë për mas me jashti. Televizioni jonë i ka zyre të rumbullakta, të rrethi madh, të rrethi i vogël dhe të shumë rumbullak dhe rumbullesht e tjerë këtu në Prishtinë. Me ju sonte unë Rakateli i Somës. Shikues të nderuar, vazhdoj me një lajm shumë interesant. Peja dhe Suxhuku i Pejes i bashkoi 2 qeverit. Qeverinë e Shqipërisë dhe qeverinë e Kosovës. Ku qeveria Kosovës ka hungur qebapa, kurse qeveria Shqipërisë Suxhuk. Dhe pas takimit që zhvilluan qeveria Kosovës dhe ajo Shqipërisë deklaruan se Serbisë 100% jam shelum, kurse me Shqipërinë 100% e qelum. Kurse Edi Ramës pasi i djegu Suxhuki i Pejës tha, kush i thot Hashim Thaçit tradhtar, është magar. Vazhdoj me një lajm shumë interesant, lajm i mirë dhe i madh për gjithë shqiptarët. Zavendës kryeministri i Republikës së Kosovës Enver Hoxhaj pranohet në një kurs trajnimi intenziv në Tiranë për më mësu qysh me bon shqiponjen. Sepse ai e ka bo shqiponjen para disa ditë dhe beth prap. Vazhdoj me lajmet e radhës. Lidhja Demokratike e Kosovës paralajmëron se kjo qeveri do të rrëzohet herdo kur do, ndoshta edhe ma heret. Ndërsa Avdullah Nxeti, Hoti, deklaroi se qeverin kemi merrxu me bagerat ton, me bundozherat vendendosjes dhe me kacijat të PSD-s. Kurse ndër tjera Avdullah Hoti tha se lidhja demokratike është shumë serioze në këtë drejtim. Kurse Isa Mustafa nuk o prononcua para mediave, por në Facebook e boni share këngën e Unikatilit ju hapër zgjalli. Vazhdoj me lajmet e radhës. Po, shikues të nderuar, regjia më bën me dije se në këto momente kemi një musafir drejt për drejt nga Shqipëria. Po, e kemi musafirin i cili për herë të parë hini në historinë e vitit 1912 ku e shpalli pavarësinë e Shqipërisë. Po, këto momente e ftojmë Ismail Bey Xhemalin, e ftojmë me duar tërkitjet madhe. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe Ismail Bey. Mirë se gjeta Orbir. Qysh? Bir. Ismail Bey, jemi në emision, jemi drejt për drejt këtu para qytetarëve. Se po shon Ismail Bey. Po më thuaj Orbir, Shqipëria çfarë ka Kosovën? Konot. Shtu për mëna, çfarë ka? Bir. Pa të lutëm atëherë. Ti e biri im, Kosova është bija ime. Këta janë bitë e mi, të gjithë ju jeni të bitë e mi. Orbir. Ti rujt zot, Ismail Bey. Ismail Bey na tregon me çfarë erdha, a erdhe me xhip apo me kali drejt në Kosovë këtu? Po çfarë xhipi Orbir? Çasi të zi, çush e mojnë këta politikanë. Motha ime se din çka është karriga e xhipit. Vetëm në shalin e kalit mu ka tha tëra. Mirë Ismail Bey, çfarë mirë të sollin Kosovë të vish në këto momente? Si ma bën këtë pyetje Orbir? Si ma thua këtë pyetje Orbir? Pa është nëntori i Skënderbejut Orbir. Pa është nëntori im Orbir. Yti? Po imi pra. Aha, ju jeni nëntori i dytë. Po nëntori i dytë Ismail Bey Xhemali, të lumt. Lumbesh Orbir. E pse bashkë në Kosovë? E kjo është pyetje me vend Orbir, sepse si që festohet 28 nëntori në Kosovë, në asnjë truall shqiptar nuk festohet. Dhe për këtë arsye e zgjodha Kosovën që ta festoj 28 nëntorin. Të lumt Ismail Bey. Ditën e flamurit tonë kombëtar, ditën time. Ismail Bey, kur jemi këtu në studio mos jenë në Prishtinë, çfarë mendoni për Isën?
Is Bolletini Orbir është një shqiptar, një patriot, një kombëtar, një burr shteti Orbir. Mirë Ismail Bey, çfarë mendoni për mbledhjen e dy qeverive në pej, asaj të Shqipërisë dhe të Kosovës? Dhe më në fund Orbir mund të themi që shqiptarët një moment u gëzuan pa mas. Këtë ditë e kemi pritur që nga Skënderbeu, që nga Teuta Agroni Skënderbeu, unë e tani, dhe më në fund e erdhi. Por, a do të mbajnë se? Qatu. Pa do të mbajnë se? Pa do të mbajnë se? Sepse shqiptarët vetëm të bashkuar do të sundojnë botën Orbir. Të lumt Ismail Bey. Ismail Bey, çfarë mendoni për qeveritarët tonë këtu në Prishtinë? Por çfarë të mendoj Orbir? Çfarë të mendoj Orbir për ta? Sepse amanetin ton, timin, Skënderbeut, e trimave shqiptar, ende nuk e kanë quar në vend Orbir, që të bashkohen trojet shqiptare një herë për gjithmonë Orbir. Të lumt Ismail Bey. Dhe unë tash me falë se do shkoj. Ku Ismail Bey? Po shkoj! Mos qet Ismail Bey. Tek ata, të ngrehi veshin Orbir, sepse e meritojnë, sepse amaneti shqiptar të shkojnë në vend. Miru pafshim në rrafsh Orbir. Sikur të nderuar vazhdoj me rrumjen, fali me lëmjet. Vazhdoj me motin. Moti sot, nesër dhe parashikimi për shtunën dhe reprizat e dielën në ora 9. Sipas Institutit Urano Ismailo Logjik i Kosovës, motin e shëndetësi nuk do të jetë i smut, po i përmisueshëm. Pra do të jetë me të reshra dhe të prumura të shtretër të ri, të shoqëruara me infuzione dhe me parastamola 3 herë kanjamas barnatorës për sekond. Kurse supozitoret e 100-ve do të fynë për mas me shpejtësi hajse të kënaqsh për sekond. Kurse edhe meteorologët nga Ministria e Drejtësisë bëjnë të ditur se meteorologu me mjekër Albelard Tahir Sylaj nuk do ta ketë motin e mirë dhe tek fjalët për të dorëheqje. Andaj dorëheqja do të shtyhet deri në pranverë ku të qelen lulet për sekond. Kurse sinoptikët e Kforit paralajmërojnë se edhe në nisma do të ketë ngrirje të raporteve mes Milajm Zekës dhe Bacit Jakub. Dhe ato nuk pritet të shkrihen deri në Shëngjegjë, kurse meteorologi i nismës Milajm Zeka tha se këto raporte nuk do të përmirësohen deri ta shfaqësiti për mas për sekond. Ndërsa era do të frynë ka era i strefi, në drejtim tenore, Skaroperti dhe do dalin e Dragodan. Kurse nga presidenta bën të ditur se do të ketë rreshje të çajave të rusit pas takimit thaçi Putin, ku do të ketë ngrirje të shpeshta dhe të vazhdueshme të gjygimave të çajit. Sikur të nderuar kaq kishëm person, të televizionin ton dhe lajmet tona mund t'i shiqoni edhe në internet, në website-in ton, www, tak, kushander, Baba Dimri, me fener, ojtigru, a ke gatu, me kop shkomin, ta thejbdhomin, me kop sakicën, ta prej.com. Sikur të nderuar kaq kishëm personte, mirë mbeqje dhe natën e mirë, shimin e lajmet e ardhshme, natën e mirë.